Bedri Hamza është zgjedhur kryetari i ri i PDK-s. Ai ka falenderuar delegatët dhe bashkëpartiakët e tij për besimin, mbështetjen dhe drejtimin e ri që i dhan PDK-s. Sot më dhat një përgjegjësi të madhe, një nder të jashtëzakonshëm dhe një detyrë që e pranoj me nder dhe përkushtim të plotë. Fal punës, sakrificës dhe besimit tuaj, PDK-ja vazhdon të jetë shtëpia jonë e përbashkët, ka thënë Hamza pas votimit të tij si kryetar i ri i PDK-s. Ai ka thënë se Kosova tani ka nevojë për PDK-n e bashkuar dhe me vizion të qartë. Si kryetar i ri, premtoi se do ta hapim partinë tonë për secilin qytetar që dëshiron të kontribuojë. Do t'i forcojmë strukturat tona lokale dhe qendrore. Do të përfshijmë më shumë të rinj në vendimmarrje dhe aktivitete. Do ta ndërtojmë frymën e bashkëpunimit dhe të përgjegjësisë që Kosovës i duhet. Ne do të ecim vetëm përpara, me përgjegjësi, me maturi dhe me zotime që do t'i mbajmë deri në fund. Rruga përpara kërkon guxim e vendosmëri, dhe ne e kemi, ka thënë Hamza.